Të mërkurën e 12 nëntorit, Arsim Agushi u rizgjodh kryetari Federatës së Taekwondo së Kosovës. Zgjedhja e tij po konsiderohet e jashtëligjshme nga klubi Dardanët, i cili nuk e njeh Agushin si kryetar ligjor. Arben Gashi, kryetari i këtij klubi, pretendon se kuvendi i punës i mbajtur të shtunën e 8 nëntorit dhe kuvendi zgjedhor që u mbajt 4 ditë pas, më 12 nëntor, kanë qenë në kundërshtim me raportin e Komisionit të Licencimit të Ministrisë së Sportit të nxjerrë në fillim vit. Ky komision nuk e miratoi kuvendin zgjedhor të 31 janarit, pasi që konstatoi se pati disa shkelje. Bazuar në shqyrtimin e dokumentacionit dhe parregullsive të evidentuara në organizimin e kuvendit të datës 31 janar 2025, Komisioni për Licencim konstaton se ky kuvend bie ndesh me dispozitat e udhëzimit administrativ numër 01/2022. Në raportin e komisionit thuhet se numri minimal i delegatëve pjesëmarrës duhet të ishte 15 dhe se kryetari i federatës nuk mund të jetë delegat në kuvend, siç kishte ndodhur në kuvendin e 31 janarit. Prandaj rekomandoi federatën që fillimisht të bëjë harmonizimin e statutit të federatës me statutin e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe ligjin e ri të sportit. Rekomandohet që në kuvendin e punës dhe kuvendin zgjedhor, delegimin nga klubet të bëhet me nga 3 antar për secilin klub, në harmoni me pjesëmarrjen e Federatës së Taekwondos në kuvend të kokës. Komisioni gjeti se delegatët të cilët kishin marrë pjesë dhe kishin votuar për kryetarin dhe bordin e federatës nuk kishin në strukturat zyrtare të klubeve. Federata është obliguar të sigurojë që çdo përfaqësim në kuvend të bëhet nga persona që janë pjesë e strukturave të klubeve, të verifikuara përmes dokumentacionit të licencimit. Çdo ndryshim në strukturat e brendshme të klubeve duhet të dorëzohet zyrtarisht në Komisionin për Licencim në përputhje me udhëzimin administrativ 01/2022. Kostisoj në raportin e Komisionit të Ministrisë për Licencim, thuhej se kuvendi i punës dhe ai zgjedhor mund të thirrën vetëm pas përmbushjes së rekomandimeve. Por sipas Gashit, këto kushte nuk u plotësuan kur u thirrën kuvendet e 8 dhe 12 nëntorit. Ato është vendosur 5 klube me 10 delegatë dhe kanë bërë federata nga 5 persona që kanë pas 2025-2024. Mësa persona për. Dëmë thonë, gjysën e klube si kanë thirrë në kuvend hiç. Normal, Ministria i ka licencuar 10 klube, 3 klube janë rilicencim, normal 13 klube janë federatë që do të marrë pjesë në kuvend, këta i kanë thirrë vetëm me 8 klube. Me 8 klube që këta mi pas 5 klube shumit, 3 klube mos e pasën drejt me marrë kurrë. Ai pretendon se klubi Kaçaniku, i cili kishte të drejtë vote dhe mori pjesë me 3 delegat, nuk është klub aktiv. Pasiviteti i këtij klubi, ai pretendon se është vërtetuar edhe nga Komisioni për verifikim të aktivitetit të klubeve. Stata e kanë me verifiku gjitha klubet, në shu ka 3 vete në kone une, Qaj Muhamet Gashi dhe Rilinda Gjambale, këna me verifiku klubet. Gjitha klubet kanë qenë regull. Dëmëve për pos Kaçanikut, i cilë nuk ka pasën as Tatami, as Garus, as Pajisje, elementore. Me 5 klube nuk mund me thirrë kuvendin e punës kuvendin zgjedhor. Ka thirrë me 2 klubet të cilat shumica nuk janë funksionale. Ka thirrë me klubin Kaçaniku, i cili momentalisht ai jeton dhe punon në Belgjik, nuk jeton në Kosovë, nuk ka klub, nuk ka Garus, edhe ka shti çikën e vet në bord që me vendos për neve që jemi kampion Kosovë, që marrim pjesë gara minimum me 2-13 gara në vit, shkojmë në për kampe, ata nuk mirën kur gara, veç kur ka kampion Kosovë që vjen me 2-3 Garus edhe asnjëherë. Rrjedhimisht klubi Dardanët nuk e njeh si kryetar legjitim të federatës Arsim Agushin. Nëse Ministria e njeh, edhe është legjitim në një, por na lyp veç në bazë ligjit, në bazë rregullave që mund një federata. A është legjitim sipas juve? Jo, nuk është legjitim, ku zotri Shatri ka cek vetë që minimumi do të më kon 15 delegat, do të më kon shumica e klubeve që mund njëft kuvendi i punës kuvendit zgjedhor. Sipas tij, Agushi dhe ish sekretarja Rilinda Gjambale kanë keqpërdorur asetet e federatës nga 31 janari kur u kanë përfunduar mandatet e deri në nëntor. 5 janari që me pa mandat, ta gjithmonë kanë pas asetet e federatës si vulën, regjistrimin për gara, buxhetin, pasvordat, gjithmonë kanë pas mbi këqyre dhe kanë bërë çka kanë dashur. S'kanë nisur gara, s'kanë marrë pjesë gara. Ti kanë quajtur miellet me vonesë,
edhe të varsale. Madje ai deklaron se paria e vjetër, ku e fut edhe sekretaren, nuk ka pasur të drejtë të thërras kuvend, pasi që mandati ka përfunduar qysh në fillim vit. Sipas tij, në mungesë të organeve të federatës, bazuar në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik të 2025-s në Federatën e Taekwondo së Kosovës, ishte vendosur që kuvendi kësaj federate të thirret nga Komisioni i Klubeve.